sigurisht shpëtot. Ja këtu, po këtu janë me dy student. King, pashe me qenë. Ja, ashtu. Si ashtu, ti edhe tani je kështu si aktor filmi je. Si janë aktori, ja 5 janë 20. 5 janë këtu je vit parë? Viti dytë. Viti dytë. Fillimi vitit dytë. Tani, fillohet shkolla. Po. Kur hipe për të parë në avion? Në avion kam hyrë për të parë në vjetor të 57-ës. Po shumë shpejt pas këti? Po shiko, neve shkuam në Bashkimin Sovjetik në Korrik. Po? Filluam me projekte teorike. Po? Se praktika e më pashme e shkollës në Bashkimin Sovjetik për neve, për shqiptarët, ishte që një vit bënin përgatitje të përgjithshme të landët që ishte dhe në gjimnazit, në shkollës mesme. Të shkollës në bej? Po, të shkollës mesme në tërsi, ashtu. Dhe mirë po neve mirë se kishim marru shkollën e gjimnazit dhe kur ballafaqu me të dhënat me njohjen për shumë të gjuhës ruse, se neve kishim bë 4 vjet bashkim në Shqipëri rusisht. Rusisht që bë? Po, kishim bë. E një mirë? Mund të flisim me fjalë kuptoshëm dhe flisim me lirshëm. Po. Jo fare, lirshëm po do të flisim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion? Po, mbas 4-5. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Kjo foto është foto që bëshën paradat e FSS 29 nëntorit, paradat. Çfarë thua? Ai kryesori është avioni bombardus i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari. Mos është në nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam unë. Sa mirë do ishe ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjere. Po pse si e ti aty pasi? Po, shikon dashë, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse ne unë isha për shumë të informacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të ty hipën për të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, shiko, direkt për timon është divon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, shiko, njëre ti bëhet të fluturimi e parë, për e parë një jetë, bëhet të fluturimi prezentimi me ajrin. Me ajrin? Po, me prezentimi me ajrin. Dhe aty di instruktori, ose aj që të merë në kontrol, në fakt e di ti pasagjer farë, sepse për e parë. Pasagjer, po. Nuk e shqibon aty. Po? Dhe pasaj di, kërë të vinë tokët e të pyët, mësin, sepse shiko, pilotim duhet pilotit bëhet, a i student që ka aftësin për të orientuar në hapësirë, të mësut që mësë mërë veshë që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do veshë, që do bëhet, sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjatja i fluturim i parë? A i fluturim i parë ka zëtur rreth 30 minuta. Nga u nisë dhe ku shkuat? Jo, shiko. Fluturimi parë u bo pilotaj, në zonë ato që dhe me di bë... Si bëtë ato pilotajët, ato rotullimet? Sepse me këte ata dolin një për të parë, si për reagojmë neve. Si e kemi di gjenjen e di bë shnetësore reale. Shnetësore reale. Se mund të birtifiket, ose mund të vjellësh, ose mund kushëtisht farë, mund të ndodhë. Të zë avionin? Po, zë avionin. Po, zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë fare, po. Sa bëri nga ato pilotajët? Bëri pilotajë sa patet në program. Dhe u këthyët? Dhe u këthym. Po, aj për shumë, kur shbetëm tokë, më pyetje, thamë, kur shkonim nga poshtë sipër, çfarë ndjeve? Sepse si shumë, kur shkonim nga poshtë sipër, për ke shumë bigarkes, ke shtypje, ashtu. Dhe ti kënë gjakun, nga koka një drejtë e di këmbët. Ti të në këmbët? Po, ti kënë zemre di merë forme dhe tubuje. Zemra? Po, dhe pranaj pilotet duhet këtë të dhëna të shnetësore, të jetësore të trupit, duhet të këtë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar? Po. Si ishe me shnet? Normal, shumë mirë. Me shnet kam qenë di, përsa të akon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe a i më thamë, qëfar dhe me thash, muftof koka, e qeshi, se me gjithmen të ftohet koka që ti kënë gjakun. Dhe më në me këte kuptohen që nuk që ka di pasagjer kot, nuk është shutuar, po e ka ndjerë di fluturimi. E ka përbaluar. Po. Pastaj a i bëri figurë dhe është një figurë
Turiel që zot aeroplanin. Po. Kështu. Tha, po kur bëm dhe kësaj thëmë në Turiel, rusisht e thonë shtopër. E më tha, po kur bëm këtë Turiel, thashon, më duk që u shtopar nga një lisë i lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur aty. E kështu pastaj vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik? 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të ja këtu ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern. Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që më e ka bërë Stalini është nga më komodët në botë, që ka bërë Stalini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, sikur je futur në një pallat. Nuk kanë vetëm sa për shqipun tunelin që më kalu di treni. Po është më e madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku nuk shfeshin tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Domethënë këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Që ishe student? Po. Unë mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme, një jetë që lere që mëson, dhe më në di bësh e di me di arsimin përkatës për të shërby jetës tënë edhe, atë u tënë, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës së dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj unë të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, sepse nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kapë rob 300.000 gjerman? Shiko, organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk e thonë luftë e dytë botërore, po e thonë luftë e madhe patriotike. Velika atje Отечественная война, e thonë gjithësisht. Dhe shiko, kam patur një organizim të përsosur. Mendoj unë, se neve bëndim me gjithë lëndëve tjere, bëndim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëshim bëndim me mësim të gjitha betajet që bëshin. Këtë jemi duke për kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Moskë. Këtu në Moskë? Jo, në Moskë. Atje pushtojnë... A Borisov Glepës? Me një maj. Ku shjeti këtu? Ja këtu, ja. Ky? Ja këtu. Në Moskë këtu, a? Po, në Moskë. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, uniforma e studentit. Uniforma e studentit. Po, dhe si kapën ata 300.000 gjerman robë? Shiko, se ja do flasë në një minutë për të parë një organizimin. Populli sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasim me historinë të procesit, si që ka qenë për atë kohë. Jo mi se nuk e du më dashe dhe të dhemi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam paktu asë njënë që një me të këti që të bëjdi me retushim asaj që kam jetuar dhe kam paktu bindin për ato që kam jetuar. Atje për shemë dhe ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjetëm e di akoma në plakata të dha, me një grua të thinjur, ku shkruajmë Rudin e Madh Zaviot, atë dheu 9 thëret. Po, duhet më dhe fjashtë. Ndërsa, Stalini kështë ndjekte dhe këtë një taktik, që qotë në luft familjerisht, burë grua, 3 vlezër, 3 vlezërit, bab birë. Po pse? Po pse, sepse o do mrosh ti baba dhe babaj tyja, ose nuk më të kete ndryshim. Zgjedhje e bukur. Po këtë taktikë më e zbatote. Pastaj dhe merresh mendimi se për shembull unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, atij që e pam dhe vetë këtu, që fletet edhe për luftën e dytë botërore, fletet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jep edhe këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte
i pa bisedueshëm me tem. Po ai për shembull ta merrte mendimin nëse kishte të saktë, merrte mendimin tënd. Dhe mendimet betejat që planifikoheshin, bëheshin nga shtabi i përgjithshëm, pastaj meratoshin në byron politike. Për Stalingradin, për një betejë tjetër, apo për Stalingradin, për çdo betejë bënin një planin, një punë të Stalinit dhe një punë të Zhukovit. Dhe i paraqesin një që të dy. Zhukovi, për ata që se dini, ishte generali që organizoi, që drejtoi luftën. Që drejtoi luftën, do të thonë shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë kuqe. Shefi i shtabit përgjithshëm i ushtrisë kuqe. Që ka marrë, ka ngritë në rështakun flamurin e fitores në 9 maj të 45. 45, po? Edhe i pyeta ata ndërmjet politike, thotë ti, "Po cili plan është më i përshtatshëm?" Ata gjithë thotë, "Ju shoku Stalin." Thotë, "Jo, thotë, më i miri është një plan i Zhukovit." Dhe i thotë Zhukovi, thotë që Stalin thotë, "Nuk ishte që smerte parasysh." Dhe kjo ishte baza që ata arritën të kapin në Europë 300.000 gjerman? Them mund që me që ata bënin një diskutim real për të arritur fitoren sepse s'bën. Po? Pastaj edhe shikoj, ata për shembull sipas propagandës, dhe mëse unë flas si ajo propaganda që bëhin. Për shembull ata kishin urdhër që edhe kur të vritesh të bish në anën e armikut. Si ishte kjo? Edhe kur të vritesh në luftë, duke luftuar, kur të vritesh të rrezosh para. Dhe jo mrapa. Dhe parullat e shkruajnë kudo, një shagu nazad, domethënë as jap mbrapa. Po, as jam mbrapa. Tani ata e rrethuan që kapën 300.000 te ngriu e Iliçeni. Jo, është lumi Volga. Lumi Volga, pas shumë i gjerë dhe grinta se kalonin tankët e bitem. Kaloi tankët mbi të Stalin. Ky ishte urdhri. Po, domosdoshmë. Dhe shikoj, betejat e më të mëdha me epope epike që janë bërë në kodrat perëndimore të Stalingradit. Se Stalingradi shtrihet në 7-8 kilometra në gjatsë brygjeve të Volgës, nëpër disa kodra kështu. Dhe këto kodrat e Malahov, ato Kurganska e Murman, e ka emi ndaj vend një kuen zonë diktat. Atje për leshje, për jetë vdekjes s'ka muhabet aty. Pastaj armat e kanë nuk ka qenë këto që të vinë në një të papritur, pa pandehur. Ato ka qenë armat reale. Top predh, ashtu. Dhe arritën në një të rrethuar, bëjnë disa ushtrinë të Hitlerit, megjithëse feldmarshal Paulus, një feldmarshalli më i famshëm gjerman. Po? I zun drop edhe 300.000. 300.000. Tani, zoti Koci, si ishte jeta në Moskë, domethënë dhe në Rusi, jeta sociale, sepse shumë student, unë kam pasur dhe pedagogët e mi, që kanë qenë atje, u lidhën, u dashuruan me vajza ruse. Ju rat në dashurimin e vajzë ruse? Shiko, unë personalisht, kisha thënë vetes time në mendje, që nuk do martohem me ruse. Pse? Po nuk do martohem me ruse, sepse kur isha së Begas, vinin këto oficerët tanë, që ishin student, që ishin studium bashkëmishërotik, me gra ruse. Dhe ata, se kur themi neve se po flasim pispillose si shumë, dhe nuk ju pëlqente shumë e jeta në Shqipëri atë. Jo nuk ju pëlqente, se aty ju pëlqente se rrodhin mirë për sa këtyre. Po mi thoshin që nuk ka dhe arktim këtu. Kishin një mendime... Pyet pas ka zënë Sedra Kuksianit. Po, më zuri shumë Sedra. Sedra Kuksianit, ta gjeta, a? Me gjetem. Dhe ti thej që s'është për mua kjo? Jo, s'është për mua kjo, dhe thash të marrë këtej, të qef fshatet e të më shaj lokën ke mua. O, sa e bukur kjo. Ti vendosi që unë me ruse? Tani mos e thoj që s'pëlqyen ruset vajzat aty. Jo, shiko. Vajzat ruse, me thënë drejtën, ishin një të hapura, të qildura, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetet e filologjikut të gjusë ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha një mbramet e... Shkojmë bremi? Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e në atë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasat një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, qërë filmi një ke para, qëfar libri ke lezuar, qëfar ditë bësh,
përveç të mësimeve. Ti bishe në vegli muzikora, merresh me sporta, çfarë teatri ke parë, çfarë njohje ke për inspiratë. Vajzat ruse pse binin dashuri me djemt shqiptar? Po binin se shikoj, neve si rast, ne jemi rast shumë e pashme. Si rast. Me thënë drejt, çik për diskutuar është kjo se kështu thoshim ne dhe kur në 90-ën u hap Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim rratë se e pamshme. Jo, e pashme dhe më thonë fizikisht. Po mirë, pra tani mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flas për 90-ën kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në rusë di kështu na thoshin. Kështu thoshin, ë? Kështu thoshin. Kishte një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqiptaratim rreth 11 vjet. Po? Janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 i përfunduan keq. Si përfunduan? Përfunduan ku që di i arrestuan. Me gjithë gradë. Me gjithë gradë, ha? Po. Oficerat? Oficerat. Ose pilota. Pilot, ha? Po. Shokët e tu? Po, jo shokët e mi. Njëri ka qenë... Po i një, do të. Po, jo i një, shokët e mi, tamam. Shokët e mi. Po njëri... Ti vete vuajte, e të vinde keq? Dhe mos do të për kishme një shokët, pastaj se neve njifnim edhe gratë e tyre, se kishim qenë në shtëpi, kishim marrëdhënie me ta. Tani, për ta mbyllur këtë, një nga ato që thoshin pedagogët tanë atëherë ishte që ky lëshimi ndaj djemve shqiptar ishte edhe për faktin që 25 milion rus ishin vrarë gjatë luftës botërore dhe vajza dhe gra ruse ishin tamam, ishin në disproporcion me mesh. Në regjistrimin e vitit 1959, kanë dalë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Ua! Në Bashkimin Sovjetik? Bashkimin Sovjetik, si mas gazetë. Në vitin 1959. Në 59-ën, do të thënë 32 milion? Po, femra më shumë se sa meshkuj. Femra më shumë se sa meshkuj, e? Si mas gazetë që e të shtypi... Pas kanë pasur faja ato zoti Koci. Po dhe një propaganda ruse i rusëve ishte që të bëni me sa duke do një që të futesh sa më thellë në Shqipëri, dhe më themun. Ishte dhe kjo, ha? Edhe më themun se na thoshin edhim, neve që nuk pranonim, thoshte, ja, merë të zgjidhni, cilin doni, juve, ja, zgjidhni. Po thoshin ty, ha? Zgjidhë? Po, jo, gjithë me radhë, mua e tjeri. Po, pëse që ishin ato, dele ishin ato do zgjidhje tjerë? Po, pastaj kur ja di s'ke shumë për të menduar. Po ti e fortë si nuk je tunduar, ha? E fortë me sa duket e di nga ajo që unë mendoj që periudhat e fshatare duket pas. Ata të tjerë ishin qytetar tani, mos e thuaj këtë tani. Jo, po them për vetë të mirë, se shikoj. Ti thon për vetë të po, ata nuk ishin qytetar tani, në 57 tani, ç'a ishin ata? Shikoj, e vlerëson jetën më shumë them unë, me ai që ka vujtur. Ai që nuk ka patur shumë dikë, do të thonë që është veshur i dobët, nuk është veshur i shumë mirë. Nuk ka patur të hajë gjithmonë 3 herë ditë ushqimin që ke dashur për ta hëngur. Edhe kështu që ai pastaj e njeh vetëm më mirë dhe i bën më shumë një shërbim jetës për të qenë në rregull pastaj kur rritet. Tani këta personalitete që u bën më vonë si Dritrova Golli, Ismail Kadare, po edhe personalitete tjera dashuruan vajza ruse. Ti di një nga këta historitë këtyre? Jo, unë njohur për atë kohë, unë as Kadaren, as të ndërtojnë si emër, nuk ka... Edhe një foto me djali? Djali me Kadaren. Nuk e koqiduar atëre me në një personalitet kur ke studuar të ta keshjo? Jo, këta ishë një student atëre. Unë në 58 kemi kaluar pushimet në Leningrad. Në Leningrad? Në Leningrad, po. Dhe atje vajta të universiteti i gjuhë letërsisë. Po? Për të parë dhe isha një kurios, për shumë të shqip një tekstet shkollore, tekstet të jepsit dhe mësimat jem, se a shkruajnë gjë për Shqipërinë apo jo? Shkronin? Jo, vetëm pak kohë ishte për Gjegjfishten. Për Gjegjfishten? Po, aty kam shumë... E ke njëru Gjegjfishten aty? Aty kam shumë për emrin Gjegjfishten, se kisha vërë gjemnasin shkëllkyshën dhe në qatë një emrin. Tani besoj, tani unë po të bëj pyetje kështu, se ti e 86 vjeç, po bashortjat besoj që ti nuk ishe lidhur me asnjë rus? Shiko, bashortja, çfarë ka besuar e dia jo, po mua s'm ka thënë, unë kam patur fotografi të vajzave që vallëzoja me to në album. I ke pasur Po, 3 vajza që... Ani unë filloj dyshoj që ti edhe mund të ketë pasur, mund të ketë pasur në një...
Të dy shosh, me këndëri. Po unë kam patë fotografi të vajzave, se kishim marrëdhënie shoqërore, sikur ti vesh në Ryland. Unë mendoj që ndoshta jo vetëm po shumë vetëm kështu, që në atë kohë shoqëria ka qenë shumë e hapur. E hapur, ëh? Shumë e hapur, domethënë liberale. Jo liberale, po në kuptimin që me marrëdhënie shoqërore të sinqerta. Të sinqerta. Tani mbaruat studimet në Bashkimin Sovjetik. U kthye në Shqipëri. U kthem në Shqipëri. Kishe në mendje kështu të rrije? Ja. Së shkon në mend? Ja. A ndëni në ju ushtarak atje? Jo, nga neve jo, kanë ndërë 2 pilota për helikopter. Ka qëndruar atje? Po, kanë qëndruar atje. Po si nuk u kthyen? Po se kthyen s'dëshën të kthehen, nuk u U kthyen. dënuan? Jo, mbetën dhe gjatë Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik, ëh? Po. Se di unë të po, pse kishe edhe nga këta që mbetën, ëh? Po, domethënë 2 pilota të helikopterëve. Po mirë, si ishte rregulli? Çfarë ndodhte me këta pastaj? Po rregulli ishte që të ktheheshin, po atëherë qeverit ishin te me njëra tjetrën duke u zënë, kështu që atëherë sikur të rrinim të gjithë, ata thoshin rrini, fjala vjen. Patën pasoja familje këtu? Nuk e di, nuk e kam ndjekur, nuk e di. Okej, ju u kthyet në Shqipëri. U kthem. Ku filluat punë? Punë filluam në regjimin e aviacionit gjithë bombardues në qytetin e Stalin. Në Kuçov. Në Kuçov. Në Kuçov. Po. Aty tani, nëse është e mundur regjia, disa foto janë nga Kuçova ku tani atje mësove shumë mirë pilotimin. Sa të kujtohet që sa herë kishe pilotuar avionin atje? Dëgjoj, un kam Këtu ja tek. Kam librezat e fluturimit në të ka çanta. Te çanta librezat e fluturimit? Po ne mund t'i marrë, ja më ndihmojnë të regjis. Ndërkohë ne bisedojmë. Sa herë fluturove në Bashkimin Sovjetik? Po aty kam me saktësi se shiko, fluturimet nuk bëhen në kutrum, po bëhen me orar të caktuar, duke shënuar orën e ngritjes dhe të zbritjes dhe bile kontrollin që ka bërë mjeku para fluturimit. Po, mund ta hapni çantën dhe nxirreni ndërkohë edhe një herë ne jemi duke zhvilluar një bisedë shumë interesante, një histori jete të pilotit Hamza Koci, i cili ka pilotuar avion ushtarak 32 vjet gjatë gjithë karrierës së tij, ka qenë student në Bashkimin Sovjetik 4 vjet si student për pilotim, pra për aviacion ushtarak, dhe po rrofen me të vërtet një histori të jashtëzakonshme. Tani, ky është libri i fluturimeve. Ky është libri i fluturimit rusisht. Atje? Atje. Atje. Ja, thot koç, me çëdje, Hamza Xheladin. Xheladin babaj. Babaj. Dhe këtu tash un kam sasinë e fluturimeve që kam bërë në Bashkimin Sovjetik. Sa është? Ja ta mund ty. 898 fluturime, 238 orë e 48 minuta. Në ajër? Në ajër. Kam 306 fluturime vitin e dytë me jak 18 U. Tani ç'a avion është ke drejtuar? Avion një pedestar që është me eliga si kjo këtu, një vit të tërë, dhe kam bërë 306 fluturime me te, 97 orë e 70 minuta. Ato thjesht ishin mësimor? Jo, fluturimet e tua? Mësimor, po këto fluturimet e tua ishin vetëm mësimor? Vetëm mësimore. Dërsa vitin e dytë të praktikës, kam fluturuar me MiG-15 bis. MiG-15, ëh? MiG-15 bis, dhe kam bërë 374 fluturime, 69 orë e 25 minuta. Vitin e tretë me MiG-17. MiG-17 vitin e tretë? MiG-17. Kam bërë 218 fluturime, 72 orë e 6 minuta. Wow. Tani, ju erdhët dhe filluat punë në Kuçov. Në Kuçov. Çfarë misioni kishit, çfarë do bënit si pilot? Ja, ky është një foto. Jeni ju këtu, në Kuçov. Po, në Kuçov. Aty ç'a migu është ai? MiG-15. MiG-15. Dhe jeni shumë mirë. Po, kam fluturuar 10 vjet me të. 10 vjet. Po. Ishte nga avionët më të mirë luftarak? Ka qenë një avioni më i manevrueshëm, shumë i manevrueshëm luftarak. Po. 15 bis, se është përsëritja e 15 kishit parë. Ku ishte prodhuar? Në Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik, ai? Rusi. Dhe ky lloj tipi, për shembull, ka sfiduar avionat perëndimor F-84, F-86, luftën e Koreas. Tani, sa vjet punuat në Kuçov?
Në Kuçov kam punuar 16 vjet. 16 vjet. Tani na trego çfarë bëre ti si pilot ato 16 vjet në Kuçov? Shiko, në programin e përgatitjes luftarake të aviacionit programohen të gjitha llojet e përdorimit luftar të avionit. Po. Për shembull, programohet